Do të jemi qeveri për mbrojtjen e punëtorit, për punëtorët më shumë të drejta dhe mbrojtje ligjore të garantuar. Do ta shtojmë numrin e inspektorëve të punës deri në 400. Zotimin e çoi në qiell e fjalën nuk e mbajti as 6 vjet më vonë. Ne tani në vitin 2026 kemi dikun parafërsisht 53 inspektorë, që jemi larg asaj që është premtuar dhe pikërisht edhe numri i vogël i inspektorëve e ka është po themi një stimulim për të keq për humbjen e jetës të punëtorëve, sepse me 53 punëtorë të vizitash, ndashta ta nxom 3-4 kompani të ndërtimit, ndashta mund të vijnë në 10 vjet. Bile premtimin kryeministri në detyrë, Albin Kurti u desh edhe ta përsëriste. Do të mbrojmë të drejtat e punëtorëve dhe do të përmirësojmë kushtet e tyre të punës duke shumë fishuar numrin e inspektorëve. Me që kjo nuk ndodhi, rreziku për punëtorët në ndërtimtari është i lartë. Për 7 muajt e këtij viti, 16 punëtorë vdiqën si pasojë e mungesës së sigurisë. E dënimet nga inspektoriati janë sa për sy e faqe. Edhe inspektorati i punës me dënimet e tyre nuk është në nivelin e duhur. Nuk mund të jetë nëse një punëtor për shembull është vërtetuar që ka humbur jetën në vend të tyre të punës dhe inspektorati i punës e dënon me 2.000 euro, që është po them qesharake simbolike. Teksa dikush tjetër potencon se mbikëqyrja shtetërore mungon, andaj punëtorët janë në rrezik. Ne vazhdimisht jemi në terren dhe merrem me këtë veprimtari, kushtet në minimum të marruna nga vetë punëdhënësit. Do të thotë faj kryesor apo përgjegjësia kryesore gjithmonë po na bie mbi punëdhënësit. Por punëdhënësit, nëse nuk kanë kontroll nga shteti, këtë disa herë po përsërisim, atëherë punëdhënësit edhe binë negligjencë, bëjnë këtë dhe vazhdimisht kemi pasoja, vazhdimisht kemi këto fatalitete që përndojnë në vendet e punës, post lëndimeve të përditshme. Në vitin 2020, kur Kurti premtoi qeverinë e punëtorëve, kishin vdekur 16 punonjës, derisa vetëm për këtë gjysmë vit rezulton të jetë e njëjta shifër.